situatës shpresoj thjesht që SPAK mos të bëj llogaritje politike që po urrëzua kryeministri Edi Rama, ç'do të ndodh pastaj me qeverisin e Shqipërisë. Kjo nuk është punë e SPAK-ut, kjo punë pastaj kanë në dorë shqiptarët me dotën e tyre. Po shpresoj që pikërisht që kjo mos të luaj, SPAK-u të shkojë deri në fund kësaj trajtore në cilën ai ka hyrë. Nga ana tjetër, kryeministri Rama mbajti një fjalë që duket se i hodhi poshtë, ai mori pozicionin e tij, tha këto nuk janë prova, këto janë biseda, çfarë janë këto dosje me 16.000 faqe, unë nuk e kam kuptuar akoma, tha ai, se çfarë ka bërë Velia, Rama ishte ende në fillim të vitit me leximin e dosjeve dhe nuk e kishte kuptuar dhe nuk pranon asgjë nga këto. Çfarë qëndrimi është ky? Është qëndrimi një diktatori. Një diktatori që i supozon mjetet e drejtësisë të duhura kur këto mjete bien mbi kundërshtarët politik, siç i rasti i zot Berisha, dhe në konferencën shqipe dje Ramos i kujtua fare mirë që kur që fjala për heqjen e imunitetit të zotit Berisha nga kuvendi, majoranca e Rama nuk hezitoi as një sekond dhe e aplikoi në bazë të një rekomandimi të Komisionit të Venecias që në kësi rastësh parlamenti nuk ka pse të luajë rolin e prokurorit të gjyqtarit, pra të studiojë dosjen, duhet i japi okejin SPAK-ut. Kur i bë pyetje Ramës së dje përse kjo formulë e Komisionit të Venecias aplikuar me Berishën nuk ju aplikua zonjës Ballukut të majorancës, si përgjigj, një diktator. Sepse ka shumë pëlqen mua, tha, asaj kohë mendova ashtu, tani mendoj kështu. Pra jemi në atë formulën e pavdekshme për diktatorët që nga Luigi i 14, se po flas nga Franca, shteti jam unë. Kjo është, shteti jam unë kjo është. Që ligjin e përma ligjin. Dhe sot, për mendimin tim, kjo drejtësi duhet të ndjehet e fiksuar. Nëse nuk vepron me forcën e ligjit, ky revansh i Edi Ramës që pam në konferencë shtypi dje, rrezikon të marrë përpara dhe këtë drejtësi të sapo lindur. Dje, përcënimi, shantazhi, fiksimi, intimidimi i drejtësisë u bë nga Edi Rama pa dorashka në mënyrën më të hapur. Ai e krahasoi dje drejtësinë e Shqipërisë aktuale me plenumet e kohës së Enver Hoxhës. Nuk ka fyrje më të rëndë, nuk ka intimidim më të rëndë për drejtësinë. Pra kjo drejtësi sot është ajo sot, jo vetëm opozita, por dhe drejtësia sot është në një luftë jetë a vdekje ekzistenciale me këtë kryeministër. E qartë. Pra dhe them që 2026 është fillimi i fundit për Edi Ramën. Dhe është e qartë kjo sa që Edi Rama dje, prandaj u tregua aq kërcënues, duke thënë që unë nuk lëviz, kam forcën e kartonit, kam forcën e votës, kam 83 deputet dhe nuk lëviz, por nuk njoh asnjë diktator të thotë se do lëviz. Askënd. Po nga ana tjetër drejt po. Jo, mbarojnë. Jo, pastaj është si thua, është rënja është rezultat i një presioni popullor. Pa presion asnjë nuk lëviz. Këtë e lëm për pak më vonë, këtë çështjen e presionit popullor, dhe pse nuk është aq i lartë sa duhet ishte. Po në rastin e përballjes mes drejtësisë dhe Ramos dhe pushtetit, pushteti ka të gjitha, ka paran, ka pushtetin politik, me që kemi parë në dosje, lëvizin forca shumë të mdhaja, të gjitha në sinkron me njëra tjetrën, përveç në rasti kur zihen pastaj dhe marrin peng njëri tjetrin, por në përgjithësi ndajnë shumë të mdha parash. Kush e mbron drejtësinë nga ana tjetër përballë një presion